Pra si që njëftu dhe ju për një rast tragjik që në ka ndodhur sot në kunë në Malishevës, ne si polici në orën 12:55 minuta kemi pranuar një informat për një banesë në banimin kolektiv social që është në lagjen Mirdita, që është duhet djeg një banesë dhe kemi njoftuar njësinë emergjence dhe njësinë e zjarrfikësve që t'i ofrojmë ndihmë banorëve që dyshohet sipas informatave që kanë qenë brenda. Në vendin e ngjarjes kanë arritur si tona, kanë njësi zjarrfikëse dhe emergjencat shëndetësore, të cilët e kanë hasur një person ato pa vetdije. Më njëherë është marrë dhe është dërguar në qendrën e mjekësisë familjare, ndërsa 2 fëmijë që kanë qenë në banesë janë dërguar nga një banues aty pranë. Mjekët e kanë konfirmuar vdekjen e tyre në qendrën e mjekësisë familjare. Mosha e viktimave ka qenë 35, 9 dhe 12 vjeçar. Në vend ngjarjes edhe ju e keni vrejtë që kanë qenë hetimet rajonale që kanë kryer vendshikimin në vend ngjarjes, ka qenë prezente edhe prokuroria, e cila ka mbikëqyrë hetimet. Me urdhën të prokurorës, viktimat janë dërguar në mjekësinë ligjore për ekzaminim mjekëligjor. Kjo është informata të cilën ne kemi deri më tani. Sipas këshyrës vendit të ngjarjes, a dihet akoma se çka ka mujt me shkaktu zjarrin atë ose të paktën ka pas zjarr tamam se po thonë që kur kanë hyrë brenda ka pas veç të. Kjo është edhe informata që ne e kemi për momentin. Banesa ka qenë shumë e tymosur, edhe burimi i zjarrit edhe arsyeja janë duke bërë hetimet ende që momenti që të morëm edhe një raport nga ekspertë e zjarrit, edhe nga shikimi i hetuesve të krimteknikës, ne mund të konfirmojmë burimin e saktë se si ka ardhur te zjarri. Nuk bëhet fjalë për bombol gaze që u raportu në fillim. Deri më tani nuk kemi informat për bombol zjarri, sepse nuk është ndëgjuar nga dëshmitarët për ndonjë eksplodim aty.